Mirë, juftoj që të tek mësimi ynë i radhës është disiplina shpirtërore. Po flasim për disiplinën shpirtërore, kemi të bëjmë ose kemi parasysh diçka të tillë që është ë disiplinë vetja, që ka të bëjë me veten tonë, që ka të bëjë me marrëdhënien tonë, me Perëndin. Si për shembull, gjithë secili prej nesh ka një lloj disipline në vetë, që ka disa rregulla, disa gjëra që i ka vendosur, nuk e di që në fillim ose ja kanë mësuar prindrit e vet dhe nuk i shkel këto. Edhe shpesh herë kur ti e shkel këtë lloj rregulli, këtë lloj disiplina që i ke ndërtuar për një kohë të gjatë, ti mendon edhe thua, sot e prisha, sot e shkelas. Apo, sot kemi do flasim së bashku ose do ndalemi tek disiplina e këngës. Neve jemi ndalur të kohë tek disiplina tona shpirtërore që ka të bëjmë parasysh për edhe një herë disiplinën vetjake tonën shpirtërore në marrëdhënie me Zotin. U ndalëm tek lutja, u ndalëm tek agjerimi, meditimi, edhe sot tek kënga. E keni vënë re që kur flasim ose kënga është qetësuese për shpirtin. Po të mendoni edhe nanat kur vënë fëmijët e tyre në gjuhë, këndoj ose siç i themi neve ninulla. Po nuk ninullat siç e dini nuk janë remix, nuk janë titar, po janë këngë të qeta, qetësuese për fëmijën që vendos që e dëgjoj. Kënga në fakt është një lloj mënyre ose të fal një qetësi shpirtërore, një paqe shpirtërore që nuk e përshkruan dot me fjalë. Gjithsecili prej nesh bie dakord që kemi disa gjëra që neve nuk i shprehim dot me fjalë. Nuk e masim dot me mas. Për shembull, neve themi dikujt që të dua shumë, për shembull, por përsëri e përdori fjalën të shumë. Nuk themi kam 5 kg dash, se të dua 5 kg, të dua 10 kg. Nuk e ma dot. Ose kur themi kjo gjë më pëlqen shumë, më kënaq shumë. Përsëri ne nuk themi 5, 10, 20, 30, 40, por shumë. Nuk e përcaktojmë dot me një mas. Kënga edhe në Bibël është një lloj mënyre ku njerëzit e Perëndis kërkojnë që ta adhurojnë Zotin, por në një të njëjtën kohë të marrin një qetësi, një paqe shpirtërore që është përtej të shprehurit, si thuash, fizik me një mas që neve mund ta masim përsëri. Lexuam nga Eksodi kapitulli 15, ku dëgjuam atë këngën e famshme të Mojsiut. Mojsiu i thur lavde Zotit për çlirimin e madhërisëm të manitshëm që Perëndia i bëri kombit të Izraelit që i nxorrin nga Egjipti. E vu të re fjalët e Mojsiut dhe një nga fjalët e Mojsiut ishte ti na ke blerë. Të njëjtën mënyrë të shprehur që shprehemi dhe ne sot, ti o Zot na ke blerë me gjakun e Krishtit, ti o Zot na ke çliruar, ti o Zot na ke pastruar, ti o Zot na ke shëntëruar. Sa aktuale janë ato fjalë edhe për neve sot. Të këndosh për Perëndin është përtej edhe një herë është përtej asaj masës tonë. Por nuk e di do ju pyesja për diçka se është një lloj është edhe një lloj thanie, domethënë që neve e përdorim shpesh. Që qenë ka me mosh për disa gjëra, ti më përpara i kushtoje shumë vëmendje ose e vrisje mendjen, tani nuk e vret edhe aq shumë, edhe më përpara, edhe domethënë me kalimin e moshës. Është një lloj, nuk e di, nëse e dini, e thoni, deri moshën 20-25 vjeç ti shqetësohesh se çfarë thon të tjerë.
nga 20 e tutje e 40 ose kështu, ti zbulon që të tjerë s'duan t'ja din fare për ty, nga 40 e mëtej, thuhet domethënë, ti s'do t'ja dish për të tjerë. Respekti, unë desha t'ju sfidoj me këtë që ne duhet të jemi gjithmonë të shqetësuar për veprimet tona ka shi Perëndis. Me sjelljen tonë, me qëndrimin tonë, me veprat tona, me kohën tonë që neve zgjedhim që t'i përkushtojmë Perëndis. Në të njëjtën kohë, në momente të ndryshme, për shembull, edhe kur neve jemi duke adhuruar Perëndin, neve mund zgjedhim që të bëjmë 2 ose 3 gjëra njëkohësisht. Edhe në të njëjtën kohë mund të mendojmë e hapa e kyça derën apo jo, e mora çelsin apo jo, e fika sobën apo jo, kapa telefonin, po pres një telefonat, po kapi këtë, po bëj atë, do mari e kështu gjërash me radhë, edhe ndërkohë që kur ne jemi duke kënduar himnet siç i kënduam së bashku, neve lëvizim buzët tona. Ikim me rrjedhën. Këndon ngre zëri rrjedha, domethënë turma e ngrem edhe ne. E fun turma e ashtu dhe ne. Por nuk është kjo çështja. Besoj që jemi aq të maturuar dhe të rritur që kemi të bëjmë me një marrëdhënie që është më e fuqishme dhe më e shenjtë, më e çmuar se çdo gjë tjetër. Është marrëdhënia jonë me Zotin. Ne nuk duhet të jemi si moshë e tretë, ne ta themi, kur është ajo ose faza e tretë, kur as ne nuk duam t'ja dim se çfarë mendojnë të tjerët për ne, përpara Perëndis. Ne duhet të jemi njerëz që gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm se çfarë mendon Perëndia në këto momente për veprimet e tij. Të paktën për kohën kur neve jemi duke adhuruar Zotin. Se kjo na bën neve që të jemi më të fokusuar edhe më të në një farë mënyre kënga na rrit dhe shpirtërisht. Po ta vini re, po gozhdojmë ose po kryqëzojmë ndonjëherë. Tu po ftojmë ose po inkurajojmë njëri tjetrin që kemi ose të ndërtojmë atë disiplinën tonë shpirtërore që është shumë e nevojshme në marrëdhënien tonë me Perëndin. Perëndia na fton që të këndojmë. Edhe shumë vargje të tjera biblike na mësojnë për këtë gjë. Për shembull kemi Efesianët, tek Efesianët Pali na mëson dhe na thot inkurajoni njëri tjetrin me besim. Tek Kolosianët të njëjtën gjë ai thot këtë gjë. Edhe thot inkurajoni, pra këngët nuk janë vetëm, më dëgjoni pak se mos duket sikur po shpreh gabim ose po i ul vlerën të drejtuarit himnet Perëndis. Nuk janë vetëm për Perëndin, për ta adhuruar Zotin dhe për të lavdëruar Zotin, por janë gjithashtu për të ndërtuar njëri tjetrin, për të forcuar njëri tjetrin shpirtërisht. Edhe një lloj mënyre që unë jo më kot insistova që të ishin sa më afër njëri tjetrit për të dëgjuar zërin. Edhe në fakt unë për vete në disa momente kur dëgjova gjithë kishën që po këndonte, edhe ishin në harmoni me zërin, pavarësisht se neve shumica prej nesh mund mos i njohin notat muzikore, por ishin përsëri në harmoni. Edhe kjo është një lloj inkurajimi, të jep një lloj paqe, të jep një lloj qetësie që ne nuk e shprehim dot. Ndaj dhe është e rëndësishme pikërisht edhe kjo gjë që të jemi ose si disiplinë shpirtërore, le të themi, është e rëndësishme edhe të kënduar. Po të shkojmë pak së bashku tek Kolosianët. Edhe këtu tek Kolosianët Pali i inkurajon të gjithë besimtarët që të kapitulli 3 vargu 16 thotë gjetëm? Jo. Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati në çdo si.
Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Vjen vargun përsëri 16, fjalë për fjalë. Fjala e Krishtit të banoj në ju me begati, fjala e Krishtit të banoj në ju në begati, në çdo urtësi, pra kur banon, kur Pali po thot tani, të banoj në ju, me begati, çfarë do të thotë? Që fjala e Krishtit a kupton këta, a e kuptoni në të njëjtën mënyrë si unë, që të japi frut? Pra fjala e Krishtit të banoj tek ne, jo vetëm të jetë një memorje, si puna e memorjes së telefonit apo të kompjuterit, por të jetë të banoj tek ne me begati. Pra të japi frut. Me çfarë? Në çdo urtësi. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin. Me çfarë ta mësojmë neve njëri tjetrin? Me psalme, me çfarë tjetër? Me himne, me çfarë tjetër? Dhe këngë frymore. Duke i kënduar Zotit me hir në zemrat tuaj. Shikoni sa e rëndësishme është vetëm të kënduarit. Nuk është vetëm të marrim pjesë, le të themi në atë thonjza korin e kishës, duke të bashkohemi me turmën edhe të ngrem zër. Një pyetje që duhet t'i bëjmë vetës, va them me sinqeritet plot, pa dorash ka fare. Çfarë ndikoi tek unë? Koha e adhurimit. Koha që unë i këndova himne e Zotit. Si unë ndjeva unë, si u bëra unë. U bëra më keq, bëra më mirë, jam një lloj. E kemi vënë re që në momente të ndryshme të ti del për kafe ose shpenzon kohë me dikë. Ti në fund fare e bën një lloj bilanci të thua. U kënaqa, ja ka ndëva mirë, me këtë nuk vilë, me këtë harxhon lek kohë, se kur është e keqja kur edhe kur paguhen gjithmonë, me këtë harxhon kohë, edhe i bën të thua dhe të pyetjen tjetër, po pse dola më? Një ti di. Që i thua vetë sa me nëzëritën, nuk e di pse. Tani kur është dhe pyetja shumë e rëndësishme për neve sot, pse vi unë dhe adhuroj Zotin? Pse i këndoj unë himnë e Zotit? Pse lutemi ne? Pse agjerojmë ne? Agjerimi është edhe telefon. Sikur ta agjerojmë në momentin në kohën e të adhuruarit së bashku. Mos ta kapim telefonin në dorë. Po le të fillojmë në kohën e adhurimit. Pra le ta bëjmë me silenciozo, me pa zhurmë, pa zile. Nëse neve, jo them sinqerisht, mendojeni si të doni, nëse neve lem telefonin me zile, edhe e majmë gjithkohës për këtë, si mendoni, apo japim neve rëndësi pak më tepër se ç'duhet telefonit sa kohës, edhe po marrim nga koha që neve supozohet që po ja drejtojmë Zotit. Kjo është koha ku ne jemi të fokusuar edhe kemi ardhur për të adhuruar Zotin, edhe ne me telefon. Kjo e ndodh gjithë secili. E dini pse? Se një nga arsyet është që vëmendja e njeriu humbehet. Do apo nuk do ti? Njeriu, sipas disa studimeve që janë bërë, që kam bërë llogaritjet se për sa kohë ta zgjasin atë mësimin. Për shembull, për fëmijët e vegjël, për fëmijët është 45 minuta. Pastaj rritet 1 orë, pastaj shkon dhe 1 orë e gjysmë maksimum. Më tutje nuk mundet robine. Por vëmendja më e madhe që gjatë kohës së leksionit, ata që supozohet që ishin më të mirët, shkonte deri në 10 minuta. Pastaj
ikte menja me lop, me let, me grerza. Por kjo është ajo sfida jonë që neve gjatë kohës që neve adhurojmë Zotin, ta adhurojmë edhe në momentit që iku, kapen, dhe vendos të frerin edhe, opa, edhe pak edhe mbaru. Është një kohë shumë e rëndësishme që neve duhet ti ofrojmë Zotit. Tek Efesianët, Pali inkurajon besimtarët të mbushën me frymën e shenjtë, kapitulli 5, vargu 18. Dhe mos u deni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymën. Pali në atë kohë, në fakt, një nga problemet që ata kishin atëherë ishte që sipas më thënë historive, tregohet që ata e kishtin edhe kohën adhurimit, darkën, drekën, ishte që neve ata uleshin dhe ndanin një vak ushqimi së bashku. Edhe në momenti që uleshin, pastaj kishin edhe, domethënë, jo që merrnin edhe vetë. Po pastaj e kalonin, ne nuk ishin motë. Edhe pastaj fillojnë ndeshjen. Edhe Pali thotë mos u mbushni me pijese, me verë, por mbushuni me frymën e shenjtë. Edhe prandaj është e rëndësishme, ne nuk e kemi atë lloj problemi, por kemi këtë lloj problemi vëmendja jonë që ikën largohet. Një shembull që është shumë i rëndësishëm si për ne, por edhe për të tjerët. Edhe këtu i kemi vendosur, jemi tek kënga, edhe duam të theksojmë faktin se sa e rëndësishme është të kënduar. Jep një lloj qetësie, jep një lloj paqe shpirtit që është e pakrahasueshme. Psalmet janë këngë që janë kënduar, shumica janë ashtu nga Davidi, janë shkruar nga Davidi, por janë këngë. Edhe neve sot shumë këngë që neve këndojmë, neve kemi një numër shumë të vogël këngësh në libra tanë, por ta që i kanë bërë edhe në anglisht, kanë shumë këngë, po që janë marrë nga psalmi. Edhe janë këngë që janë për adhurimin e Zotit edhe njëherë, janë këngë që na ftojnë neve, na inkurajojnë neve që të kemi, ka dy lloj kishas, le të them. Ka një lloj grupimi kishas që i japin një rëndësi shumë të madhe të kënduarit, edhe pastaj fillon edhe bëhet si thua si dhujtari që vetëm kënaqen ato kënaqësinë momentale, se ka këngë që t'japin edhe kështu për që të lëvizësh. Por ka kisha pastaj që nuk i japi rëndësi fare kënduarit, i thusin një 2-3 këngë fillim, 2-3 këngë fund edhe midis edhe kështu, edhe pastaj, po besoj që duhet të jetë një lloj balance, një lloj baraspeshimi i të kënduarit, po i të kënduarit jo në mënyrë mekanike. Tu është çështja. Ne mund të këndojmë 2 këngë, ne mund të këndojmë 1 këngë, ne mund të këndojmë 5 këngë, ose edhe 10 këngë, po pyetja është, a e ndjen neve atë? Po ta vëmë re, nëse neve mendojmë, po të mendojmë për një këngë, neve do të ndalemi edhe ndonjëherë e humbim dhe melodinë e këngës. Shumë njerëz, nëse thua, nuk ka ndodhur vetë, për shembull 2-3 këngë që nuk kisha librin, nuk e mbaja më, por nuk kujtohesh që ta shkruaja me fjalë, pas filloja edhe këndoja 2-3 vargje dhe i shkruaja në mënyrë që të më kujtohesh. Ka një lloj edhe ritmi që i jep këngët. Unë nuk di se jam marrë shumë vesh nga notat muzikore, por kjo ndikon ka dhe në trurin, në memorien e njeriu që e bëka që të kujtosh më shumë.
Siç e thash, shumica e psalmeve janë të mbushura me këngë adhurimi që ja drejtojmë Perëndisë. Dhe kjo na ndikon neve në anën tonë shpirtërore se si ne jemi. Unë u përpoqa gjatë gjithë kësaj kohaj që gjithë secili prej nesh që mendja jonë edhe budhët tona t'jenë të lidhura edhe zemra jonë t'jenë të lidhura së bashku çfarë neve po këndojmë. Për shembull Pali na thot këtë që ne duhet të kuptojmë se çfarë po këndojmë. Tek e para Korintasve kapitulli 14 vargu 15 thot, ç'duhet pra? Do të lutem me frymën, por do të bëj edhe me mendje. Do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me mendje. Pra ne shpesh herë ndodh që ne këndojmë me mendjen, por nuk e lidhim me frymën, me anën tonë shpirtërore. Ndaj dhe është dhe kjo disiplina shpirtërore shumë e rëndësishme për ne. Ka shumë për të thënë edhe te kjo pjesë. Unë jam përpjekur të gjithë kohës të japim disa si thuash një shpjegim të shpejt për disiplinën shpirtërore, për disiplinën tonë vetjake në marrëdhënie me Perëndin. Lutem që kjo kohë që neve kemi së bashku të jetë pikërisht një kohë inkurajimi, një kohë rritje shpirtërore, një kohë kur neve marrim atë paqe, atë lloj qetësie shpirtërore që nuk e kemi diku tjetër. Shiko, është shumë e rëndësishme që kjo koha që neve vim këtu dhe adhurojmë Zotin të jetë ndryshe nga koha e kafes. Të jetë ndryshe nga koha kur neve hulim ham një drek, të jetë ndryshe koha kur luajmë një lojë së bashku. Sepse ajo kënaqësia, ajo qetësia, ajo paqja shpirtërore që neve marrim në këto momente, në këtë kohë adhurimi, të jetë mbi çdo gjë tjetër. Se nëse është mbi çdo gjë tjetër, atëherë neve do ta kërkojmë me patjetër të vijmë përsëri. E keni vënë re që ne si prindër mundohemi që t'i kënaqim fëmijët tanë, edhe neve shkojmë gjithmonë edhe tek vendet që fëmijët duan, apo që kënaqen, që luajnë. Neve dje ndezëm zgare në një fshat, kurse Argisi donte të hante në zgarë, donte të bënte makaronë. Edhe neve zjem makarona për Argis. Në zjarr. Na mërziti qik nana se unë zi ajo tenxherja, s'ka gjë. Pra është e njëjta, neve përpiqemi gjithmonë që të shkojmë tek ato gjërat që na kënaqin, që na falin kënaqësi, që na falin paqe, që na falin qetësi shpirtërore.